pritet të krijojnë formën e një platforme të re politike në Serbi, konteksti të cilës varet nga njësitë bashkiake dhe kapacitetit e tyre për të vepruar kundër autoriteteve shtetërore ose partive në pushtet si Partia Progresiste Serbe apo ajo socialiste që krah për krah qeverisin dhe që kanë dalë krah për krah thuajse në të njëjtin nivel në çdo zgjedhje. Zoti Miličević, a mund quhen këto zgjedhje legjitime në kushtet kur gjatë gjithë atyre orëve që një pjesë e qytetarëve serb shkonin për të votuar, zhvilloheshin protesta, konflikt midis autoriteteve edhe protestuesve? Unë personalisht, por edhe shumë të tjerë, jemi të zhgënjur për ambientin në të cilin kur u zhvilluan këto zgjedhje. Mund të flasim për gjithçka përveç ambientit demokratik në të cilin u zhvilluan këto zgjedhje. Natyrisht, patëm paralelisht protestat, patëm intimidime, kërcënime, sulme fizike, nga mbështetës të Partisë Progresiste Serbe, përfshirë struktura kriminale që kanë dënuar studentët. Sikurse mund të shihni dhe ju, ka pasur një angazhim të madh të policisë, e cila krijoi një zonë mbrojtjeje mes studentëve dhe atyre që pritet dhe atyre që dyshohet se vinë nga bota e krimit. Fatkeqësisht, një prani kaq e theksuar e policisë, pavarësisht saj, pati akte dhune dhe rrjedhimisht këto zgjedhje nuk mund të quhen demokratike. Qartë, zoti Miličević, lutem në mënyrë përmbledhur doja dija edhe deklaratën e Aleksandar Vučić, i cili në një farë mënyre bëri sikur asgjë s'kishte ndodhur, i quajti legjitime këto zgjedhje, madje edhe shpalli fitoren e tyre. Në mënyrë paradoksale, në vend që të ishte komisioni elektoral që të publikonte rezultatet paraprake, ishte presidenti Vučić shpalli ato. Kjo nuk është as pak e zakontë dhe personalisht mendoj se edhe pse ai është presidenti i Serbisë, ajo që bën nuk është në përputhje me ligjin dhe kushtetutën e Serbisë. Së dyti, ai veproi për llogaritë të partisë së tij politike, që sërish është në kundërshtim me kushtetutën. Sërish na duhet të theksojmë se është e pazakontë që një president të veprojë për llogaritë të partive politike, pozicion nga i cili ai u distancua një vit më parë. Dhe e treta, gjuha përfshirë narrativën e përdorur publikisht janë të papranueshme dhe të papërshtatshme dhe që shkojnë kundër studentëve, lëvizjes së tyre, pasi ndaj tyre është përdorur një terminologji të cilën unë nuk do ta përdorja, do të rezervohesha. Ndaj kemi një shkel
zbardhje të kushtetutës që nuk duhet të kishte ndodhur. Por këto kohë në Serbi, kjo çështje duhet të kthehet në temë debati në radhët e Bashkimit Evropian përmes mbikëqyrësve të tyre që ndoqën zgjedhjet. Nëse nuk do të ketë sanksione, atëherë duhet të bëhen disa rregullime, disa riparime në aspektin politik të Serbisë. Qartë, zoti Milićević, përpara se të të përshëndes, kam edhe një pyetje. Ashtu që ka ndodhur edhe më herët, Aleksandar Vučić konfliktin e brendshëm e ka gjetur përtej kufive të Serbisë, shpesh te Kosova. Ndodhi edhe gjatë këtyre zgjedhjeve?